Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në një prononcim për media, ka mbrojtur idenë e partisë së tij për krijimin e një qeverie tranzitore, duke thënë se është e vetmja zgjidhje gjithëpërfshirëse në rrethanat aktuale. Ai gjithashtu ka kritikuar mënyrën se si po zhvillohen seancat e Kuvendit të Kosovës, duke e krahasuar situatën me një kasetofon të prishur. Sipas kreut të LDK-s, në propozimin e partisë së tij përfshihen dhe zgjedhjet, por theksoi se për këtë duhet dialog dhe bashkëpunim politik. Abdigjiku konfirmoi se do të marrë pjesë kur të ftohen në takimin gjithëpërfshirës propozuar nga presidentja Vjosa Osmani, duke theksuar se ftesa është vazhdimsi e idesë së LDK-s, edhe sipas tij realiteti në Kosovë është që askush nuk e ka shumicën. Askush nuk e ka shumicën në Kosovë, e meqense askush nuk e ka, le të ulemi të gjithë bashkë. Ne kemi bërë një propozim, por nëse partitë nuk duan, le të vazhdojnë të mblidhen dhe të tallen me qytetarët e Kosovës. Ideja jon mund të mos jetë më e mira, por për momentin është e vetmja në tavolinën gjithëpërfshirëse, ka deklaruar Abdigjiku. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën, Rio Terras, tha se prania e presidentit serb Aleksandar Vučić në paradën ushtarake në Moskë do të thotë mbështetje për krimet e luftës ruse në Ukrainë dhe i bëri thirrje presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa të anullojë vizitën e tij të planifikuar në Beograd. Terras tha se kishte nisur një iniciativë për të mbledhur nënshkrime nga eurodeputet të tjerë për këtë peticion dhe t'i bënte thirrje Kostës të anulonte vizitën e etnisë Serbi, e cila është paralajmëruar për 13 maj si pjesë e turneut të tij në Ballkanin Perëndimor. Në peticion, në të cilin po mblidhen nënshkrimet e eurodeputetëve, Terras deklaroi se vizita e Kostës në Serbi është shumë problematike, duke patur parasysh faktin se Vučić mori pjesë në paradën ushtarake të presidentit rus Vladimir Putin në Moskë dhe theksoi se ushtria që parakaloi në Moskë është e njëjta ushtri që po vazhdon të kryejë krime lufte, të vras në Ukrainë çdo ditë për më shumë se 3 vite. Ai shtoi se një sjellje e tillë e presidentit Vučić duhet të dënohet me deklaratat më të ashpra, sepse është në kundërshtim me vlerat e Bashkimit Evropian dhe gjithçka që përfaqëson bloku 27 vendeve. Vizita e Kostës në Serbi do të kishte efekt krejt të kundërt, sepse do sinjalizonte se Bashkimi Evropian e miraton sjelljen e presidentit Vučić, e cila është e denjë për përbuzje. Si presidenti i Këshillit Evropian, ju Kosta nuk duhet të shprehni mbështetje për gjithkë që mbështet një kriminal lufte. Kjo është arsyeja pse ju bëjmë thirrje ju që të anuloni vizitën tuaj në Serbi, ka potencuar Terras në peticion. Analisti Batonaxhiu shkruan se Shqipëria nuk është e ekspozuar nda ndonjë rreziku të menjëhershëm brenda familjes së presidentit amerikan Donald Trump, pasi ka mbetur e pozicionuar qartë në zonën e influencës së Jared Kushner dhe lobit të fuqishëm izraelit pranë familjes Trump. Nga ana tjetër, shqiptarët e Kosovës mund të kenë një ndjenjë të çastit të kënaqësisë kur dëgjojnë se presidenti Aleksandar Vučić u largua i sëmur dhe i papran nga rezidenca e Trump në Mar-a-Lago. Në fakt, lajmi i vërtet nuk është refuzimi që ju bë atij, por është zgjidhja që po e shtyn Vučićin të bëj, sepse në skenën më të madhe të interesave që po ndërtohen rreth Donald Trump Jr., Kosova nuk është më kauzë për të mbrojtur, por element për të negociuar, ka theksuar Axhiu, duke shtuar se refuzimi i Vučićit për të shfaqur lojalitet të hapur ndaj Vladimir Putinit më 9 maj në paradën e Kremlinit është pikërisht ajo që kërkon bërthama e re e politikës së djathtë amerikane, një Serbi që rreshtohet me perëndimin, por pa sfiduar narrativën e bombardimeve të vitit 1999. Lidhjet e Donald Trump Jr. me Vučićin dhe me të ashtuquajturin Bord, që ka për mision të zhduk nga kujtesa ndërkombëtare ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, janë më shumë se nostalgji për një Serbi viktim. Ato në fakt janë një përpjekje për të rishkruar historinë. Vučić shkoi në Mar-a-Lago për të marrë miratimin që do ta lejonte të shkonte më 9 maj në Moskë te Putini. Por në vend të përqafimit ai mori paralajmërimin se pjesëmarrja në parad do të thoshte fundi i marrëdhënieve me familjen Trump, ka deklaruar analisti i njohur sipas të cilit largimi i menjëhershëm nga SBA-ja i presidentit serb dhe justifikimi me probleme shëndetësore janë më shumë manovra taktike se sa sëmundje reale. Tani Vučić ndodhet në një udhkryq ku zgjedhja nuk është më mes perëndimit dhe lindjes, por mes një Trumpi që
që kërkon lojalitet të pastër edhe një Putini që shpërblen në nshtrimin. Nëse nuk do shkonte në Moskë, ai mund të shpresonte që loja e tij të shpërblej nga familja Trump, jo me simpati, por me hapësirë për të ndërtuar marrëdhënie të reja strategjike. Por në këtë marrëveshje të heshtur, Kosova nuk është më subjekt që respektohet, por është objekt që negociohet, dhe ky nuk është një lajm i mirë. Komisioni Evropian ka deklaruar se ka nisur punën për heqjen graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat janë vendosur në qershor të vitit 2023. Në një përgjigje për mediat është bërë ditur se po punohet drejt heqjes graduale, të kushtëzuar dhe të kthyeshme të masave. Kësaj faze i ka paraprir një shkëmbim qëndrimesh mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, gjatë takimit të ministrave të jashtëm në muajin prill, thuhet në përgjigjen e Komisionit Evropian. Bashkimi Evropian ka vendosur disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës në fillim të 2023-shit për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e territorit banuar me shumicë serbe. Megjithatë, pavarësisht thirrjeve të autoriteteve kosovare për heqjen e tyre dhe rekomandimeve të ligjvënësve dhe diplomatëve evropian, shtetet anëtare akoma nuk janë pajtuar. Masat ndëshkuese ishin vendosur për shkak të veprimeve të qeverisë në veri të vendit, çka kishte krijuar tensione në atë pjesë të banuar me shumicë serbe. Masat ndëshkuese kujtojmë se përfshin suspendimin e përkohshëm të punës së trupave të krijuara në bazë të marrëveshjes së stabilizim asocimit, mosftesën e Kosovës në takimet në nivelit të lartë dhe suspendimin e vizave bilaterale, përveç atyre që fokusohen në adresimin e krizave në veri të Kosovës në kuadër të kornizës së dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara po hynë në një fazë të re të udhëheqjes së saj, teksa presidenti i rikthyer amerikan zyrën ovale po formësohet nga dy shtylla paralele pushteti brenda orbitës së Trump. Janë dy shtylla që mundohet të udhëheqin Shtëpinë e Bardhë, njëra zyrtare dhe tjetra formale, secila me influencë dhe agjendë specifike. Për Shqipërinë tradicionalisht një aleate e palëkundur pro-amerikane, kuptimi i këtyre dy shtyllave të pushtetit dhe përshtatja ndaj tyre është vendimtare. Por le të shqyrtojmë përbërjen e këtyre dy shtyllave, ndikimin e tyre në politikën amerikane dhe implikimet për Shqipërinë, Kosovën dhe rendin e ri perëndimor. Administrata e re Trump karakterizohet nga një dualizëm i pushtetit. Vetë presidenti inkurajon një dinamik, ku krahas strukturës zyrtare qeverisë, vepron një bord paralel këshilltarësh jo zyrtar. Këto dy pole ndikimi ndonse të ndryshme në qasje, bashkohen në formësimin e politikave. Shtylla zyrtare përfshin figurat e emëruara zyrtarisht dhe aleatët tradicional të Trumpit në administrat. Kjo shtyllë mbështetet te njerëz me përvojë institucionale dhe lidhje me lobet klasike pro-republikane dhe pro-izraelite. Një burim me njohje të forta brenda familjes tregon se disa aktor kryesor po ndërtojnë politika në Shtëpinë e Bardhë dhe jo vetëm. Ka shkruar në editorialin e tij analisti Baton Haxhiu duke theksuar: strategia politike veterane Susi Willis njihet si rojtarja e presidencës dhe është ajo që siguron se vetëm zërat e besuar dhe linja zyrtare mbizotërojnë në vendimarrje. Jared Kushner, dhëndi i presidentit dhe arkitekti i politikave të rëndësishme në mandatin e parë, edhe pse formalisht pati deklaruar tërheqje nga politika pas vitit 2020, raportimet tregojnë se Trump vazhdon t'i kërkojë Kushnerit ura me lobin hebre dhe izraelit. Ai gëzon besimin e komunitetit pro-Izrael për shkak të kontributit në zhvendosjen e ambasadës amerikane në Jeruzalem dhe njohjen e sovranitetit izraelit në Golan, si dhe investimeve të tij në lindjen e mesme. Thuhet se ai ka shtrirë interesat dhe në Ballkan. Së bashku me ish emisarin Richard Grenell, Kushner ka krijuar një fond investimi që planifikon një kompleks luksoz në Beograd, pikërisht në truallin e ish ministrisë jugoslave të mbrojtjes që u bombardua në vitin 99. Kjo lëvizje simbolike e amerikanit hebre dhe i afërm i Trumpit, duke investuar mbi rënojat e bombardimeve të NATO-s, tregon pragmatizmin e shtyllës zyrtare. Forcon lidhjet me Serbinë duke ruajtur një herazi aleancën me Izraelin.